Ne kemi folë për shahadetin, folëm gati për afërsisht 5 muaj për namazin. Tani do të flasim me lejnë Allahu te bareke ve teala për zakatin. Por se para se të flasim për zakatin, ne duhet të bëjmë një hartë të përgjithshme se ku është insani në këtë universin e madh. Pastaj ta shohë qartë si cili obligohet me dhanë nga parja e vet dhe nga malli i vet, se sa keq doket kur nuk e ban një diçka. Sa keq doket kur nuk e ban një diçka. Andaj dietarët e muslimanëve çfarë kanë thënë? Kanë thënë kundërshtimi i njeriu ndaj Kur'anit nuk është veç kundërshtim fetar siç e kuptojnë brat për njerëzve. Po ti ke kundërshtuar fejen dhe e ke gjunajin. Jo. Në kundërshtrimin e muslimanëve dhe imamave të muslimanëve është se kundërshtimi me Kur'anin është kundërshtim mas pari me universin, mas anej me ahiretin. Ahireti e nësë ka me ardhë. Ndërsa para se me undesh me gjunajin në ahiret, ndeshesh me pasojat e gjunajin këtë dunja. E që na po e shojmë një prej pasojave të mdoja të ndeshjes së gjunajit me kaderin. Dhe ajo është shmangja e zeqatit nga pasanikat me tatimet e sistemeve të ndryshme. Pra njëherë të ashtrojmë një hartë madhe, ko insani këtë universin e madhë, pasaj sa keq do këtë aj, kur Allahu ja lip një pjesë shumë të vogël të pasurijës, me kushtet të caktuara dhe se do t'i përmeni me lejnë Allahu te bareke ve teala, dhe cili është ai lloj pasaniku që jep zeqat, dhe cilat janë ata lloj fukarave që marrin zeqat, nuk jemi këtu ende, do t'hyjmë me lejnë Allahu te bareke ve teala, por sa keq do këtë aj, kur e rrudh dhe e ndrydh dorën e vet dhe se jep zeqatin. Andaj dietarët thanë, shtyllat e islamit janë harmonizimi i njeriut me pozicionin që ka këtë botë. Shtylla e parë, la ilaha illallah, është baza, qendra me të cilën njeriu e mban të qenurit insan. E mban, mja hek njerit la ilaha illallah, pse jet insanaj? Pse jet insan? Ku shkruan se do të me bëhen mirë jashtë fejes. Njëri thot po njerëzimi, njeri, po kush ka thënë se je njeri? Kush ka thënë se je njeri? Ti ha, kafsha ha, ti pi, kafsha pi. Ne shtojemi, shtazët shtohen. Çka dallojmë? Çka dallojna? Kush ta ka thënë me uvesh? Kush ta ka thënë me mendu? Kush ta ka thënë me popytje? Kush ta ka thënë me shtri dorë? Kush ta ka thënë me vlerësu besnikrinë? Kush ta ka thënë me shëmtu rrenën? Kush ta ka thënë dhe kush ta ka thënë një grumbull të madh pyetjeve për të cilat thanë disa dietarë se njeriu është qenja e ngarkuar me pyetje. Qenja e ngarkuar me pyetje. Cili është dallimi? Dallimi është la ilaha illallah. Ky një Zot, ky ka Zot. Të cilët zguxon me këtë fjalën. Të cilët zguxon me këtë fjalën. Andaj pejgamberi sa çfarë tha? Islami është la ilaha illallah një herë. Pa la ilaha illallah kur gjë s'ka kuptim këtë jetë. Andaj ti i shef njerëzit, dhe na tash po e shohimi me dëshminë më të qartë të ndëruar xhamatli, dhe duhet këtë na baje që ti falenderohemi Allahut që na ka bërë musliman natë ditë. Do thonë alhamdulillah rab shikiri rab që na ka bërë musliman. Disa shtete po orvatën me bot litshme, të lejuar, kur kush mos me hip në qafa tina. Çfarë? Njani u ka mërzit për jetës. Shkon në barnatore, i do të hami që të hapat, me që të imë. Shkon dhe shpia, ipin edhe palohet. Me liqë, mu ka në liqë me kjo. I ka ble, ka shku, po ne e kena një pyetje para se me shku mi ble. Çka e shti njeri mi ble që të hapa? Hapa me që ta vdesin, helmojnë me qëtësi. Dhe a i shka ti ka shit, mos mu ka një i gjikum, se lip kërkush, se e ka leju shteti, dhe kysh ka i blenë, se lip kërkush, mos e shtini dënjani, mos e, jo, vet i ka blenë. Po ne e kina një pyetje para kësaj, qka e shti njeri mi ble këta hapa? Edhe një pyetje para kësajna, kush e ka përruë shpirtin deri me shku mi ble këta hapa? Pse janë të diskutu këtë muhabet? Pse du të me bo, para me nëna me bo një muhabet, hajde i gjejmë do hapa, kush do mu mytë që ku i ka. Ska nevoj me ble, as konop, as mu varë që hazët. A e kupton insani sa po është kara? Diskuton në nivel qtetit me leju hapin që ata merë shpirtin.
mu vra. E pejgamberi alayhi salatu wassalam çfarë tha? Ai I cili e vret vetën. Njëri thot, po ki ka dashme, a e kupton se o kput pi qendrës. Kur si e I kput pi qendrës, çka thot? Se ne vret vetën. Se ne vret vetën. Allahu e ka ndaluar në Kur'an. Edhe pejgamberi e ka portretizuar çdo këtë çka e vron vetën. Ka thënë alayhi salatu wassalam, kush e vron vetën, bëhet azab në ahiret, shtesë xhenemit me çata çka e ka vron vetën. Vazhdimisht. Pse? Se ti ke ndërhyje në diçka shka sa e jotja. Njëri do të cila është e jote, trupi sa e joti. Allahu khalaqakum. Allah ju ka kriju juve. Zguxon me prek trupin tanë. Andaj kthemi tash bazës. La ilaha illallah, çka do të thonë? La ilaha illallah do të thonë se trupi jot, parja jote, mendja jote, shpirti jot, çka janë, që ekzistojnë, s'janë tona, na veç konsumator këtu. Veç konsumator. Zguxon kur gjo me prek pajizën e matmadit. Kur gjo zguxon me prek? Sikur që kur shkojsh dikun, zguxon kur gjo me prek pa e veç zotnira sa shpike. E kur ta kpuç njerin prej la ilaha illallah, çka van? Munot ketë mi provue. Prek aty, edhe e kanë pru insanin që sot diskutojnë, apo mu martu me qenin e lejume, mu martu me ajvanin e lejume, me vravetin e lejume, me upri, me het. Hini lezoni, se si e kanë leju njerin, shkon e blen, njeri ko kitë cilësit e njerit, ka linë pri barbut nanës, ki mundësi me shku me ble, edhe e shfridzon si qenë. Vallaj, hini lezoni, e shfridzon si qenë, a shka ma interesant, mi njëherë numri madha rritja aty në kandidat për mu ble si për si qenë. Ka barë dhe? E qka ka drejt ki qka t'ka ble, ka drejt me t'ngre zhak. Kap ma që ta thot me goj, marr ma që ta, gjuma që ti. Pse? Dhe sot qenit që pikazoj shumë sejnë dhe ti ma mere vesh. Ama insani me ecë për toke. Pastaj ata të cilët neve na keshin se I bim sejsh dhe Allahu Gjelle Gjelalu e banën insanin qenë. Edhe thanë po që me zorë se në të shtiva dhe si dush. A e kupton kur ta këpuç njerin e që konekton prej la ilaha illallah, mos vet ku bje moj. Mos vet mo ku bje aj. Andaj a e kuptoni tash pse pejgamber keq ka I ka thënë Allahu fjalën e parë kanë thënë thuj la ilaha illallah. Zgjuxon ti me veprua. E Allahu na tregoi neve në univers plot prej fakteve se na nuk zotrojna kur gjë. Allahu di kanë ka bëu të verbër. Ja ka murçinin. Këtë bashkë së një japla. Dikujt ja ka mur dorën, ka dali paralizum. Dikujt ja ka mur kamën. Dikush shiko këtë cenat. Pse ti I ki ai si ka? Por me kallzu Allahu Gjelle Gjelalu se këtu dikush tjetër ato vendos, jo ti. Pse ti je fukara, njani për neve fukara, njani e zëngin, për me të kalzu Allahu se qëtu dikush tjetër ka vendos. Pse njeri vdes dhe së në nali vdekën, për me të kalzu Allahu Gjelalu se këtu nuk vendos ti o insan, unë e vendosi. Andaj la ilaha illallah. E Muhammed Rasulullah çka lidhët me qendrën? Ky ilahi Allahu I cili meriton mungue me adhurimin hak, qysh me ngu këta e ka që Muhammedin sallallahu alaihi sallam. Andaj gjëjën e parë çka ma ka mësu është masi të konektohesh, të lidhësh, falë namazin. Andaj u qëtë salati sile, lidhësh me Allahu Gjellu Ala. Pastaj tha e jep zeqatin. E pse zeqatin ndëruar gjëmatlik? Pse zeqatin? Sepse pasuria është elementi më kyç me të cilën njeriu e zhvillon jetën. Pa ta zbohet. Andaj janë provu njerëzit sistem pas sistemi mi dhanë me ana pasurijës. Deri sa kanë ardhur komunistët para disa korave e kanë definuar se insani është qenjë ekonomike vetëm. Insanin e ban insan parja dhe e që njerëzon kur s'ka. Kjo është insani. Ma e keqja cila ma e keqja është kjo kapitalizmi që ka ardhur, I cili e ka bo insania vetë materia, vetë parja. Ato janë munu pak shoqëria, haki njerit, komunizmi apo. Komunizm që do më thonë, ketë komuna me pas bashkë, ketë shoqëria me pas njësoj, s'kan mujt, kara. Dash janë të munu si cëlli vetë, gjungull. Andaj nuk do të shpoton njerëzimi pos të kthimi Allahu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo mes komunizmit dhe kapitalizmit ka ndërhyrë Islami. Cili është lidhja? Komunisti thot ketë do të me pas njësoj. Qështu thonë ata?
Kush e ka mri komunizmin e di, nëse ka kuptu që ka komunizm. Komunizm në thonë këtë në pas njësoj. Kapitalizm, demokraci do më thonë kush ka, kush punon ka. Islami ka ardhur kështu. Ka thonë kush punon ka, po kur të brinjaj me nivel të punës me fitu kaq, ja morë në pak, për fukaraja. Aty vazhdo prapë. 2.5 tamen nga pasuria, e cila ka flet kapital i pastër të ti, apo dhe tjetra është e jotja. Ka bashku mes tërsijës dhe individit. Ti si individ, sa duhesh me shfrytëzue, ketë përveç 2.5-ve. Këtë janë tua. Andaj Allahu Xhelaluhu e pruni sistemin më të përsosur për njerin. E plotson egon e tij dhe nuk e let mangë shoqërien. Për këta e bani farz zeqatin. Andaj zeqati është prej farzeve më të rënda mas namazit. Derisa kanë diskutuar dietar sikur për namazin edhe për zeqatin. Ai shka se jep zeqatin, a musliman? Zeqatin në Kur'an çysh vjen? Sadaka. Khudh min amwalihim sadaqatan. Thot Allahu Xhelaluhu në surën At-Tauba: O Muhammed alayhi salatu wasalam, merja u prej pasurive të muslimanëve sadakaja. Kanë thënë dietarët me ijma zeqatin. Pse e ka thujt zeqatin sadaka në Kur'an? Sepse sadaka çka do të thonë? A ki besu, as ki besu? A ki besu, as ki besu? Nëse ke besu jape. Andaj sadaka do të thonë vërtetim i besimit. Sadaka do të thonë vërtetim i besimit. Andaj shumë për djetarëve kanë thonë ai shka se jep zeqatin sa musliman. Shumë për djetarëve kanë thonë ai shka se jep zeqatin nuk ka musliman. Mi në të bashomin a detale kush e ka obligime, kush mundet më shkarku për zeqatin e kështu më radhë. Mirë po harta e përgjithshme e cila insanin këtë universin e madh është një qenje e vogël, është rrezikuar nga shumë gjëra. Nëse nuk tengon Allahu te bareke ve teala, rrezikohet për gjithçkaje. Andaj kanë dhënë dietarët, kushdo që nuk e ngon Allah dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe nuk e shef çdo objekt dhe mall si mall të Allahu Xhelaluhu, gjithçka çka ka i bëhet arbik. Ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wassalam për alimin, për dietarin ban istighfar edhe peshku ndeti. Peshku ndeti thot ja Rab fale filanin. Edhe hajvani ban istighfar për alimin. Thot lopa, hajvani thot ja Rab fale filanin. Kanë thënë dietarët pse? Pejgamberi sa hadith hajvani ban istighfar për hoxhën e hakit, dietarit i cili e ka dhënë Kur'anin çështë çisha. Kanë thënë dietarët pse? Sepse ky dietari i mëson insanin mos mi bë zullum hajvanit. Allah thot o Zot fale se ky mësoj. Ky mësoj që mu mos me bë dëm. Ky mësoj që çdo të më trajto mua. Andaj Allahu Xhelaluhu e çoi pejgamberin rahmeten lil alamin. Rahmet për këtë njerëzit. Kushdo që del nga vija e pejgamberit alayhi salatu wasalam, del për rahmetit në azab. E lusmi Allahu që Allahu në ban prej shoqërisë e cila e respekton Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E lusmi Allahu që Allahu t'i mbush zemrat tona dashni për Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wasalam.